Vazhdojmë të ndeshë vëllezër, një hadith që kur e lexova unë u mërzita vallahi. Allah u mërzita. Çfarë do me thonje? Çfarë fejet madhe kemi, çfarë veç çfarë shpjegimi ka bën pejgamberi. Edhe tash ju kur shkoni të shtëpi analizojnë një abet tamam kjo ajo. Edhe kur të analizoni, keni me ardhë 100% keni me thonë, vallahi be, aje u konë pejgamber, s'ka fol nga vetvetja, po vetë se vahja, se s'mundet njeriu me e ditë kështu. Shembull, Miqdad ibn Aswad, radiallahu anhu, thot, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ose ju ka thonë Muhammed sallam shokëve vetë. Çfarë mendimi keni ju për zinan, për imoralitetin? Kështu Muhammed sallam i ka pyet shokët e vetë. Ju ka thonë, çka mendoni ju për zinan, për imoralitetin? Ato i kanë thonë, haramun harramahu Allah wa rasulahu. Është haram, është mëkat i ndaluar që e ka ndaluar Allahu subhanahu wa ta'ala e pastaj e ka ndaluar Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Mirë, deri në ditën e gjykimit është haram, nuk ka mundësi, nuk bëhet halal. Mirë, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vazhdon. Lien yezni ar-rajulu bi 10 niswatin aysaru alayhi, thot njeriu me bon zina dhe moralitet me disa gra, të thot përmendë 10 gra, është më pak më ka se sa me bon mu prejk të këshia. A jam i qartë të vëzër. Dëgjo, tash nëse analizon, unë mundesha mbra më analizu edhe para dinetve, po vallahi tham kjo fej shumë e madhe. Bile më e madhe se çka marrim vesh me ne, ku di me shpjegu këtë fej? Kush di me shpjegu? Muhammed Zem ka shpjegu në tjerë, njoni kështu ka thonë, njoni kështu ka thonë. Kjo më e madhe sa që dim ne me shpjegu. Hajde analizoj, hajde që analizoj. Para mendoj çfarë rëndësie i ka thonë kujshis. Kujshia shkon në punë, shkon në gurbet, shkon në jashtë, e le familjen besën të ande, ati shkon e keq përdora. Nëse e keq përdor, dhe më thonë, mëkat, hiper mëkat, nuk ka mëkat më të madh. Do njëherë më mirë, për shembull, shive sa bukur, ka thonë. 10 gra tjera, nëse bën zina, mëkatin e kanë më pak, se sa një grua që ka të boje me këshia. Edhe vazhdon dhe thotë, se këtu mundet me ram njeriu, edhe e dita ku mundet me gabu me këshia. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çka mendoni ju për vjedhjen? Sahabët i ka vetë, kanë thonë, valla vjedhjen e kanë ndalu Allahu të reshanu, e pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ose pejgamberi i tij. Ka thonë pejgamberi sallallahu, vallahi me vjedh 10 shtëpia, o më pak gjuna, se sa me vjedh shtëpinë e kujshis. Jashtë aktive dijave, a mundet me pas problem njëri? Ja. Këto janë çështjet kryesore. Këto janë çështjet kryesore që duhet ne me pas vëmendje se cili prej nesh. Duhet mu kujtu mirë, nëse donë me marrë dhe një hap negativ. Të ndërshëm vëzër, unë mund që me e kalu këtë hadith, se ka plot sa dush. Po jo, bash me e kum nënvizu. E disa hadithet jam përgjishit. 50 a 100. 5-6 i kum lexu krejt, edhe e kum pa të arsishme këta mi përmend për shkak gjendjes tonë. Që kam mendu që mundemi ne, nëse ka dallim për para e tash. Ka dallim se tash ne në pak ma turbultin a ba. Mos tha ma të këqie, ma turbult. Sepse fëmijët e tonë si kena ndorë. Allahu alem çfarë gabime mundem në ba.
Por atë çka këtë ndeshën vëllezër, janë disa rregulla, janë disa mësime që është mirë ju dhe unë ja mësu fëmijëve tanë. Ajo nesër me na ardh valla ndodhi, ja. Pritë punën pa u bë, se kur të bëhet, mos bën zam.